cilat valigje kanë më shumë gjasa të humbasin gjatë udhëtimit, edhe pse është vetëm muaji janar, shumë njerëz tashmë kanë filluar të mendojnë për planet e tyre verore dhe kjo përfshin zgjedhjen e valigjeve të tyre. Ka mbaruar dhe gjithçka që duhet të bëni është të mlidhni bagazhin tuaj në destinacionin tuaj. Por ka një faktor që mund të mos e keni marrë parasysh kur zgjidhni një valigje. Ekziston një lloj veçantë valigjesh që ka 40% më shumë gjasa që të zhduket, sipas hulumtimit eminent. Njerëzit zgjedhin më shpesh valigjet e zeza, gjë që e bën më të vështirë njohjen e tyre ndër të tjera, pse bën dallim. Eksperti i udhëtimit James Fraser shpjegoi se Chelsea është e njohur një valigje në karuselin e bagazheve. Në karuselin e bagazheve. Fraser tha të shmangni valigjet e zeza, të cilat përgjithsisht kanë rrota, nëse nuk do të ngatroni tuajat me dikë tjetër. Sipas tij, valigjet e zeza janë lloji më i zakonshëm i bagazheve në nivel global, prandaj janë më të vështirat për t'u identifikuar dhe më shumë gjasa për t'u zhdukur. Në vend të kësaj, zgjidhni një variant më shumë ngjyrësh ose shtoni detaje unike që do ta bëjnë atë lehtësisht të dallueshëm, thot ai, dhe shton se etiketa me të dhënat duhet të ngjitet mirë edhe në dorezën e valigjes pavarësisht ngjyrës së saj.